Ishte edhe nga një ngjarje ditëve të fundit që në Itali në fqinje, një vend që nuk është larg nga ne, ku ligjet dhe sistemi i drejtësisë funksionojnë më së miri, së fundmi është njohur feminicidi ose vrasja e grave është njohur dhe miratuar nëpërmjet nenit 577 të kodit 577 bis të kodit penal, pra njihet si krim më vete dhe tani më dënohet me burgim të përjetshëm. Dhe sigurisht që vetveti më erdhi reflektimi dhe thash, po në Shqipërinë tonë, që nuk është shumë larg nga Italia dhe ne shumë ligje edhe i kemi përkthyer apo huazuar në mënyrë pak arbitrare, çfarë ndodh? Pra, si është raporti i grave kundrejt drejtësisë shqiptare? A ka me të vërtet gruaja shqiptare, a ka me të vërtet gratë shqiptare një aleate në ligjet dhe në gjykatat tona? Për fat të keq, përgjigjja shpesh është që gjykatat nëpërmjet vendimeve të gjyqtarëve dhe gjyqtarëve tona, nuk janë në mbrojtje të palëve më të dobta që në një shoqëri patriarkale si ajo shqiptare përkojnë për fat të keq me gratë, por qëndrojnë dhe forcojnë pozitat e më të fortëve që për fat të keq përsëri e përsërisë përkojnë me pasunarët apo me pronarët e multiapartamenteve. Pra, në gjykata shpesh gjejmë palët e forta ato që në përgjithësi përfaqësojnë njerëzit që kanë një pushtet ekonomik dhe lihen në mëshirë të fatit palët më të dobta që siç e thash janë gratë.